siguria e Kosovës nuk është më vetëm një temë strategjike të cila dhe në ajrë. Ajo është një temë me përditshme politike, ushtarake dhe shoqërore. Një temë që në vazhdimsi po bëhet e rëndësishme në jetën tonë të përditshme. Kjo për arsye se rajoni mbetet i paqëndrueshëm, Serbia vazhdon të ketë apetite të ulta dhe ushtarake ndaj Kosovës, po jo vetëm ndaj Kosovës, ndaj vendeve të rajonit, Bosnë e Hercegovinës, madje edhe Kroacisë dhe me tutje. Lufta në Ukrainë ndërkohë ka ndryshuar logjikën e mbrojtjes në të gjithë Evropën, po armatosen më shumë se më parë edhe ato shtete të cilat kanë qenë të armatosura shumë. Ndërkohë, Kosova po përpiqet të ndërtoj kapacitete reale ushtarake, të modernizoj forcat e saj dhe të thelloj partneritetin ndërkombëtar në fushën e sigurisë. Një rrugë e hapur drejt NATO-s duket se është qelur për Kosovën. Por, si do të arrijmë ne si Kosovë që të ecim kësaj rruge drejt të gjejmë shtegun dhe kësaj dere të hapur për në NATO dhe a kemi plan dhe strategji për këtë punë. Gjithashtu, në këtë emision, nuk do të merrem me deklarata, do të merrem me pyetjet konkrete që na interesojnë neve si qytetar. Apo ndërtojmë si Kosovë një ushtri funksionale? Sa është e mbrojtur Kosova sot në forcat e veta dhe jo vetëm në mbështetjen e NATO-s nëse situata përshkallëzohet? Apo ecim mjaftueshëm shpejt në një botë që po armatoset gjithnjë më shumë, dhe një botë që po duket që mund të bëhet më e dhunshme se ajo që e kemi pasur vite më parë. Sa jemi ne të aftë që të ballafaqohemi me të dhe sa po arrijmë që politikisht dhe strategjikisht të ndjekim hapin. Nganjëherë nuk është gjithçka forca, gjithçka është mënyra se si e zhvillon strategjinë. Sonte pra do të flasim për faktet, jo vetëm për deklarata. Do të flasim me fakte, me njeriu i cili është të themi më i thirruri për të folur për këtë çështje. Kam të ftuar këtë javë në Blitz Interview Ministri i Mbrojtjes Ejub Maqedonci. Ministri i Mbrojtjes po na pret në zyrën e tij, ne do të shkojmë në zyrën e tij të realizojmë këtë intervistë. Ju faleminderit. Ministër i Mbrojtjes Ejub Maqedonci, faleminderit që na keni prit në objektin, në zyrën e juaj, në objektin e Ministrisë së Mbrojtjes. Faleminderit për jush për ordin këtë. Qysh është mas penisim kështë ma letë, mas gati 12 muaj qenit ministër në detyrë, a ka është një ndjesi tjetër tash, si me thonë, votimi i qeverisë dhe qenit ministër me të gjitha kompetenca, zotë që keni pasë? Pa tjetër, edhe kjo për dy arsye, spori që si ministër në detyrë, ne kishim kufizimet në aspektin e planifikimit me afat gjatë, në aspektin e vendimarrjes, por ishim të kufizuar branda, mund themi, ati mandatit vetëm so për të mundësuar funksionimin e rregullt të institucioneve, kurse si minister ke mundësi që të diskutosh, që të planifikosh, të japësh udhëzime për një periudhë më afatgjate, dhe e dyta normalisht duke pas përpara një mandat 4 vjeçar, mundson që të kesh qartësinë se ku do të arrish me objektivat e Ministrisë së Mbrojtjes. Po vlerësoj që me të vërtetë është një lehtësim për mua, që tani tutje mund të funksionoj si një minister, një minister me mandat të plot dhe pa kufizime cilat i kishim si minister në detyrë. Ju jeni minister i qeverisë Kosovës dhe qysh në start, si me thonë, mundi mu përballë me disa detyra që nështë s'ka qenë planifikume. Ne po e shohim të arsimin e Kosovës në bordin e paqes, si dhe potencialisht në nevojën që ndoshta do t'i kërkohet Kosovës që dërgoj trupa ushtarake në misione që i përcakton ky bord i paqes. Presidentja e dha një konfirmim. A kanë qenë këto gjëra të diskutuara më herët në Kosovë apo ju kanë zënë, si me thon, pak pa përgatitur edhe ju? Po shpesh krijohet përshtypja që kur diskutohet për këto misione është çështje e befasisë apo çështje e aty për atyshme. Mirë po... Jo veprimi për di që s'është mundet me qenë aty për atyshme, pa a diskutu? Është diskutuar shumë herët. Ne kemi pasur një takim bashkë me kryeministrin Albin Kurti, me koordinatorin e sigurisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Palestinë dhe Izrael, me 16 shkurt të vitit të kaluar. Ka qenë general lejtnant Michael Fensel, që në atë kohë ishte
koordinatori i sigurisë së SBA-ve për Palestinë dhe Izrael, dhe pikërisht është diskutuar mundësia që Kosova të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin në regionin e, mund të themi, lindjes mesme me fokus në Gaza, dhe kjo është bërë gjithmonë duke pas parasysh që SBA-t kanë plane që pas konflikteve të mbështesin ato zona ku normalisht kanë interes për zhvillim edhe, mund të themi, rikthim të normalitetit. Dhe kjo diskutim është bërë në kuadër të konferencës së Mënihut, pikërisht me 6 më të shkurt, atë kohë patëm publikuar, mirë po duke mos qenë situata si tani, mund të themi, që tjetë relevante kjo çështje, nuk e ka marrë vëmendjen e duhur ndoshta në atë periudhë. Tash është e më institucionalizuar, sepse ekziston një organ që ka themelu presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirë po, paraprakisht, ndoshta nuk dihet shumë në publik kjo çështje. Me datën 10 dhjetor, ne kemi pranuar të 2025. Po, të 2025-ës, kemi pranuar nga Komanda Amerikane e Qendrës, që i thuhet US CENTCOM, një ftesë për pjesëmarrje në konferencën për themelimin e forcës stabilizuese për Gaza. Normal, ftesa është drejtuar këtu për komandantin e forcës sigurisë së Kosovës, general lejtnant Bashkim Jashari, dhe është bazuar, pra ftesa është bazuar në një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të nëntorit të ati viti, pra vitit 2025, që ka autorizuar themelimin e forcës stabilizuese. Pra është çështja para diskutimit për bordën e paqes, ka pasur një rezolut Kombeve Bashkuara, e cila ka autorizuar SBA-t për ngritjen e një force stabilizuese. A si një përgjigj pozitivisht? Me datën 11, një ditë më pas, unë kam dërguar te kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, propozimin dhe rekomandimin që të marrin pjesë në atë konferencë, dhe në të njëjtën ditë, pra me datën 11, kryeministri ka aprovuar pjesëmarrjen e general lejtnant Bashkim Jasharit në Doha, pra në konferencën për themelimin e forcës stabilizuese për Gazën. Pra janë ndjekur disa hapa që i kanë paraprirë këtij zbarkimit të mundshëm të forcës sigurisë së Kosovës në Gaza. Normalisht pastaj ka ardhur iniciativa e Bordit të Paqes, është themeluar Bordi i Paqes që gjithashtu ka adresuar edhe çështjen e Gazës, çka është ndoshta për të sqaruar për opinionin të dy organizma të ndryshëm, normal përputhen interesat, sepse Bordi i Paqes ka synim, më themi, adresimin e çështjeve në nivel global të sigurisë dhe paqes, kurse Gaza është një prej, mund themi, aty në vatra me cilat... Për çfarë dy mekanizme ke fjalën? Për bordin e paqes dhe? Forcën stabilizuese për Gazas. Forca stabilizuese për Gaza, e thash edhe më herët, është ndërtuar, bazuar në rezolutën e OKB-s. Normalisht bordi i paqes, duke qenë një, mund themi, iniciativë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të adresojë edhe çështjen e Gazës, dhe patjetër që do të ketë edhe ndërlidhje. Po më intereson, zoti ministër, dhe kështu pa na tendencë, po më intereson me ditë, para se presidentja të shkoj dhe të, si me thonë, të jep, të premtoj kyçjen e forcave ushtarake të Kosovës në to misione. Ka diskutuar me ministrin për këtë çështje? Ne kemi dërgu në Qeverinë e Republikës së Kosovës, thash, propozimin dhe rekomandimin. Po flas për presidentin. Normalisht që edhe kryeministri ka diskutuar këtë çështje me presidentin e Republikës, qysh në dhjetor, pra qysh me 10 dhe 11 dhjetor, kur kemi dërguar atë propozim te kryeministri, dhe ne kemi qenë në kontakt për çështjen e forcës stabilizuese. Generali Jashari, gjatë takimeve që ka pasur në kuadër të konferencës në Doha të Katarit, ka diskutuar edhe mundësitë se me çfarë kapacitetesh ne mund të kontribuojmë, mirë po çka mund të them qartë edhe sakt është fakti që ka qenë vullneti politik i kryeministrit dhe vullneti politik i presidentës për të mbështetur zbarkimin e mundshëm të FSK-s në Doha. Normalisht, deri më tani jemi ende në pjesën e vullnetit politik, sepse tashetutjet duhet jenë procedurat cilat parashihen me ligjin për zbarkimin e FSK-s jashtë vendit, por edhe me ligje tjera,
e që mund të theksoj tani. Sa janë procedurat dhe për çfarë force ushtarake po flasim në numër? Ne aktualisht jemi duke diskutuar, duke analizuar. Me që përmendet edhe diskutimi që ka bërë shefi ushtrisë. Bashkë me komandantin e FSK-s, sepse kjo është detyra jona në këto raste, po diskutojmë mundësitë se me çka do të marrim pjesë. Ne tani më kemi një eksperiencë për pjesëmarrje në operacionin e Azhandit me të gjitha kapacitetet tona, si me kapacitete luftarake, pra tipike ushtarake, gjithashtu edhe me ato që janë kryesisht të fokusuara në mbrojtje civile, si që janë deminim dhe kërkim shpëtim. Aktualisht ende jemi në fazën e identifikimit të kapaciteteve me cilat marrim pjesë, por edhe në pritje të kërkesës nga Komanda e Shteteve të Bashkuara që do të marrolin në këtë forcë stabilizuese, se çka janë nevojat për këtë forcë që Forca e Sigurisë së Kosovës mund të ofrojë. Pra, ende do të vazhdojmë me këto diskutime për të kaluar pastaj te hapi i radhës që do të jetë që normalisht do të pranojmë ftesën zyrtare për zbarkim të FSK-s në Gaza. Kjo ftesë pastaj pasohet me një propozim që duhet të shkojë nga unë në Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe gjatë kësaj periudhe, pra prej propozimit nga Ministri i Mbrojtjes për zbarkim të FSK-s i Azhandit dhe deri në vendimin politik të qeverisë, do të bëhen disa analiza që janë të parapara edhe me ligj, siç janë kosto financiare, pastaj situata e sigurisë atje, interesi strategjik i Republikës së Kosovës, edhe element tjerë, për të kaluar pastaj në Qeverinë e Kosovës, e cila merr vendim politik pra për zbarkimin e FSK-s i Azhandit. Ky vendim fuqizohet, mund të themi, apo aprovohet në Kuvendin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës me shumicë votash duhet të aprovojë, pra duhet të autorizojë në fakt zbarkimin e FSK-s i Azhandit për të kaluar pastaj në fazën e fundit që është autorizimi nga presidentja për zbarkim të FSK-s bazuar në vendimin e qeverisë dhe vendimin e kuvendit. Pse merr pjesë ushtria e Kosovës? Pse është dashur me marr pjesë në këtë misione? Përpos atij misionit thjesht politik, vazhdimit ka aleatëve kryesor. Pse? Cilat janë përfitimet? Unë vlerësoj që spari ne çka na ndihmon edhe si ushtri po edhe si Kosovë? Ne përveç tjerash do të theksuar edhe fakti që nga një importues i sigurisë vitet e fundit jemi duke u shndruar në eksportues të saj. Nuk është i vetmi edhe i pari mision që Forca e Sigurisë së Kosovës merr pjesë i Azhandit. Ne kemi qenë tashmë në lindjen e mesme, bashkë me Gardën Kombëtare të Ajovës. Jemi pjesë aktive e grupit kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës. Kemi njësi ushtarake që po trajnojnë ukrainasit në Britani. Kemi njësi ushtarake që po i trajnojmë ukrainasit këtu në Kosovë. Kemi dërguar mbështetje me pajisje edhe armë për Ukrainën. Por gjithashtu ukrainisit këtu në Kosovë. Po, kemi edhe këtu aktualisht kemi një ekip i cili po trajnohet, deri më tani kemi trajnuar 6 grupe të ukrainasve në Kosovë për deminim dhe EOD, kurse në Britani të Madhe e kemi një skuadër e cila po trajnon regrutët Ukrainas, cilët pastaj drejt për drejt prej aty shkojnë në fushë betejë kundër okupatorëve rus. Po çka kisha theksuar që përveç kësaj pjesës që ne fitojmë eksperiencë, kontribuojmë për sigurinë globale. Çështja e forcës stabilizuese në Gaza lidhet edhe me faktin që është interes strategjik i Kosovës, edhe duke pas parasysh faktin që ne po marrim pjesë për herë të parë në një forcë e cila ka mandat nga OKB-ja. Pra Kosova indirekt mund themi, edhe pa qenë pjesë e OKB-s, po kontribon në mbështetje të një rezolute të OKB-s që ndërlidhet me një operacion. Pra, ndihmon edhe në aspektin një farforme të, mund themi, të njohjes më të madhe të Kosovës në arenën ndërkombëtare, duke qenë pjesë e një operacionit të mandatuar nga OKB-ja. Normalisht kur kemi ushtarët i Azhandit, prezenca e Republikës së Kosovës është atje. Pra, nuk është thjesht përfitimet e tilla absolutisht. Është flamuri, edhe janë shumë element tjerë që edhe simbolik, mirë po që tregojnë shumë për zhvillimin e vendit tonë.
Pastaj normal e thash edhe më herët, është edhe eksperienca, sepse ne po ndërtojmë një ushtri, duke qenë pjesë e operacioneve ndërkombëtare, ndihmon Kosovën që të ketë eksperiencë, që të fitoj eksperiencë në këto operacione. Normalisht që mund të ketë edhe pastaj edhe përfitime tjera, cilat mund të vinë nga këto misione, duke pasur parasysh faktin që ne kemi qenë vetë dëshmitar të përfitimeve të vendeve, mund të themi mike, përveç kontributit për sigurinë dhe përfitimeve duke qenë pjesë e misionit të KFOR-it në Kosovë. Dhe shtetet anëtarët NATO-s me cilat ju një raport, janë kështu pro këtyre veprimeve të Kosovës apo ndonjëra prej tyre mund të ketë hezitime? Ne nuk kemi, unë të paktën nuk kam pasur ndonjë rast kur ka pasur hezitime për angazhimin e Kosovës jashtë vendit. Ne aktualisht kur po flasim jemi edhe në koordinim me Mbretërinë e Bashkuar për 2 zbarkime të tjera, një zbarkim që lidhet me një ushtrim, por edhe me trajnim në Afrikë për herë të parë, dhe një tjetër që mund të jetë në të ardhmen të afërt të një zbarkimi të mundshëm bashkë me aleatët tonë në Ukrainë, nëse kjo vendoset normalisht në strukturat e NATO-s dhe strukturat e grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës. Duke qenë prezent në vendimarrjen kur flitet për sigurinë globale, për paqen, duke qenë prezent aty ku janë edhe vendet kryesore të NATO-s, ne me të vërtetë po shfaqim s'pari herë, po shfaqim si shumë herë më parë atë idenë tonë dhe qëllimin tonë për të qenë pjesë e strukturave euroatlantike, në veçanti NATO-s, mirë po edhe po kontribuojmë për sigurinë globale. Unë do të bisedojmë edhe për transformimin e FSK-s dhe për potencialin mundësinë që të afrohemi në NATO që për mendimin tim ekziston, është pak më madhe tani se që ka qenë para disa vitesh. Po him tek po shkojmë te vlerësimi i situatës së sigurisë. Çush është sot niveli real i kushtimit të sigurisë, kushtimin ndaj sigurisë të Kosovës? Më i lartë, më i ulët apo i njëjtë krahasuar me vitin më parë? Vlerësoj që ka ulje të rrezikut veçanërisht brenda territorit të Kosovës. Dihet që për shumë vite në Kosovë kanë operuar veçanërisht në 4 komunat veriore të Kosovës, kanë operuar grupe të organizuara kriminale dhe terroriste të mbështetura nga strukturat e sigurisë në Serbi, cilat përveç destabilizimit të Kosovës kanë synuar edhe aneksim të territorit të Kosovës, sot duke ju falenderuar institucioneve tona, vendimeve normal politike të qeverisë së Kosovës dhe veprimeve në terren të policisë së Kosovës dhe strukturave tjera të sigurisë, kemi arritur që të imposhtim këto grupe terroriste, mirë po njëkohësisht kemi arritur që të shtrim administratën, të shtrim funksionalizimin e shtetit, të shtrim shumë institucione dhe të rregullojmë shumë parregullsi në 4 komunat veriore, duke mund të themi vendosur në tërësi një siguri më të plotë në territorin e Republikës së Kosovës. Problematike mbetet ende çështja hegemoniste që Republika e Serbisë ka në raport me fqinjt. Sepse Serbia në këtë rast është eksportuese e krizës, problemeve, sulme dhe rrezikut ndaj Kosovës. Fatkeqësisht përveç që është eksportuese, është edhe strehuese e rrezikut, duke planifikuese, eksportuese, strehuese, organizuese, të gjitha. Dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Bosnjë, edhe në zona tjera, dhe kjo e thash krejt lidhet me bazamentin, sepse gjitha këto janë të tjerat pasoja, kurse bazamenti shkaku qëndron te politika e pandryshuar hegemoniste e Serbisë në raport me fqinjt. Serbia synon dominimin e regionit, Serbia synon hegemoni regionale dhe kjo normalisht pastaj përkthehet me këto veprimet si të grupeve terroriste, si të shërbimeve të soja sekrete, por edhe të veprimeve të tjera diplomatike kundër fqinjve të saj. Në gjallë veri kanë qenë test real edhe për sigurinë e Kosovës. Çfarë mësime është nxjerr për saj? Normalisht të sigurisë. Në aspektin operacional, ne jo vetëm policia e Kosovës, po të gjitha institucionet Ska qenë ushtria e përfshirë, mirë po jeni të përfshirë në aspektin e sigurisë. Ne kemi qenë të mund të themi të njoftuar, kemi qenë të informuar, kemi bërë analizat tona. Kemi analizat e juaja. Dhe kjo tregon me të vërtetë që institucionet tona janë pjekur për faktin që pas çdo veprimi, pas çdo aktiviteti në terren,
bëhen edhe analizat, e cilat pastaj nxjerrin edhe këto mësimet e mësuara që i theksuat, dhe ndër mësimet e mësuara normalisht është edhe fakti që përpjekja jonë nuk duhet të rreshtur për të mos lënë që të krijohen asë situata kur në territorin e vendit tonë krijohet, mund të themi, një qerdhe e sigurt e grupeve të cilat mund të destabilizojnë Kosovën. Po përveç benefiteve që i kemi pasur në aspektin e sigurisë me veprimet e kaluara, unë vlerësoj që përveç tjera ka edhe benefit, ka krijuar mundësi edhe të aspektit ekonomik, sepse vendi ynë për shumë vite është ekspozuar një evazioni fiskal, duke qenë se nuk ka kontrolluar një pjesë të madhe të territorit nga ku janë futur si kontraband shumë modra, dhe cilat kanë ndikuar në ekonominë e Kosovës. Së që janë prej këto rrugë të kontrabandës, sepse pa bukur vështirë është. Unë besoj që shumë prej tyre janë prej, normalisht rrugët e kontrabandës është kufi i gjatë dhe i vështirë i mbulueshëm. Do të punohet në vazhdimsi për të mbuluar. Ne po modernizojmë edhe policinë e Kosovës, edhe ushtrinë e Kosovës, edhe me pajisje, edhe me sistemat të cilat po mundsojnë një, mund të themi, paralajmërim të hershëm të aktiviteteve në kufi, dhe do të vazhdojmë me këtë modernizim, si në aspektin e dronave, si në aspektin e kamera, apo edhe sistemet tjera. E fjallën për këto dronat që do t'i prodhojmë në vetë? Po, ne patjetër që do të prodhojmë edhe drona në Kosovë. Po e kam fjallën për atë. Sa ka qenë e involuar ministriati? Ne kemi pas bashkëpunim, edhe vazhdojmë të kemi bashkëpunim me të gjithë inovatorët që pretendojnë, që kanë produktet e tyre, apo kanë zhvilluar prototipet të cilat mund t'jenë të mundshme për prodhim. Vitin e kaluar në tetor, ne kemi bërë një vlerësim të inovatorëve bashkë me Odën Ekonomike Amerikane dhe bashkë me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Ky vlerësim është bërë në Prizren. Janë vlerësuar dikon 10 inovatorë të mundshëm, cilët kanë prezantuar dronët me helik, pra janë disa dronë të vegjël që kryesisht janë për vëzhgim, por edhe për shfrytëzim të dyfish, pra ushtarak dhe komercial. Mes këtyre inovatorëve ka qenë edhe kjo kompania që po i referuhen i besoj Fisher Minds Academy, e cila ka prezantuar atë lloj të dronit me helika. Mirë po, ne në asnjë rast nuk kemi qenë të përfshirë në dronin Skifter K1, sepse kjo është dron me krah, nuk është dron me helika, kurse vlerësimi nga ana jonë është bërë vetëm për dronet me helika. Unë nuk po du tani ta vendos në pikpyetje aspektin e, mund të themi, vullnetit, dëshirës dhe gatishmërisë për të prodhuar dronë të tjerë, mirë po çka është për të theksuar është fakti që ne si qeveri tani kemi, mund të themi, obligim që të krijojmë sparje rregullativa dhe bazën ligjore, e cila do të mundsoj vlerësimin real, por licencimin edhe patentimin e këtyre lloj dronëve. Ne e thashë njëherë nuk kemi qenë të përfshirë në këtë dronin Skifter, mirë po ne kemi kontakte me të gjithë inovatorët. Çështja e dronëve thash do të adresohet në të ardhmen. Ne aktualisht kemi marrëveshje dhe bashkëpunim me shumë vende, me të cilat gjithashtu kemi diskutime rreth mundësisë së prodhimit të dronëve në Republikën e Kosovës. Ka edhe inovatorë jashtëzakonisht të mirë, që po punojnë në vazhdimsi në Kosovë, duke bërë prototipe të dronëve. Na po flasim për me marrë licenca për prodhimin e dronëve të cilat aktualisht prodhohen. Po, si ministri. Ne si ministri realisht aktualisht nuk e kemi kompetencë, po. Por jo në krijimin vet ose zbulimin vet të dronëve. Jo, ne megjithatë mund të kontribuojmë në mbështetjen e inovatorëve, sepse e kemi ekspertizën brenda. Ne tani më kemi 10 oficer dhe nën-oficer të trajnuar, jo vetëm për përdorim të dronëve, por për mirëmbajtje dhe për njohje të detajuar të dronëve. Mirë po, unë thash vullneti i njerëzve është, po ky vullnet normalisht nuk mjafton, përderisa nuk kemi një licencim, një patentim. Është për të theksuar që kemi edhe një çështje që në një farë forme mund të jetë si pengesë në zhvillimin e mëtejshëm të kësaj fushë, fakti që ne nuk kontrollojmë hapësirën ajrore, pra nuk mund të lëshojmë leje si Ministria e Mbrojtjes për testim. Për dronë komerciale do më leje tek fori. Po është procedurë që tani dihet që është një kompetencë e komandantit të KFOR-it.
Po dolem mbi kësaj teme, po përfundojmë ta pak a shumë me sot, si më thon, kur ka vjen rreziku potencial më i madh për Kosovën, si pa që në vlerësimin e Ministrisë së Mbrojtjes, destabilizimi lokal pak a shumë e përjashtuar, pra thatë që ka rënë forca potenciale të stabilizimit lokal, operacionet hibride dhe a ka një rrezik për një konflikt rajonal. Ende, është fol disa nga kryeministri për tendenca Serbisë të krijojë një luftë të re. Kërcënimet hibride kanë qenë dhe janë prezente, dhe kjo jo vetëm nga Serbia, por edhe nga akterët jashtë, më themi, regionit tonë, si janë Rusia, e cila normalisht duke shfrytzuar ambientin pozitiv që ka brenda Serbisë, shtyn përpara dhe interesat e saj, një ndër interesat e Rusisë dihet është destabilizimi i Ballkanit, me qëllim që të pengoj integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, por edhe integrimin e Ballkanit, mund të themi, në plotni në NATO. Dhe kjo përkthehet, pastaj e thash gjithmonë, qasja përkthehet me veprime. Ne po jemi dëshmitar që gjatë viteve të kaluara veçanërisht këto operacionet hibride, kërcënimet hibride kanë qenë shumë aktuale. Dhe kur flasim për kërcënimet hibride, sepse shpesh keq kuptohet çështja e kërcënimeve hibride, kërcënimet hibride nuk nënkuptojnë vetëm këto sulmet terroriste, pastaj sulmet kibernetike, lajmet e rreme, por nënkuptojnë edhe angazhimin e forcave konvencionale. Pra të quhet edhe kërcënim hibrid, sepse inkorporon ushtrin, inkorporon organet, mund themi, edhe institucionet zyrtare, bashkë me ato që janë jo konvencionale. Dhe në këtë rast ne kemi qenë dëshmitar të një prezence të madhe të ushtrisë serbe për gjatë vijës kufitare me Republikën e Kosovës, me baza të përkohshme, me baza të përparme operacionale, pastaj edhe me baza të përhershme që i kanë pasur të vendosura në jug të Serbisë. Kjo ka qenë, mund të themi, pjesë e asoj luftës hibride në raport me Kosovën, mirë po institucionet tona po pjekën për ditë më shumë. Forca e Sigurisë Kosovës po fuqizohet edhe më shumë çdo ditë, sidomos me investimet që jemi duke i bërë pa ndërprerje në rritjen e kapaciteteve, dhe vlerësoj që forcimi i kapaciteteve luftarake të FSK-s, por edhe forcimi e institucioneve tjera të sigurisë do të zbusë rrezikun nga kërcënimet hibride. Kërcënimet hibride unë vlerësoj që do të ndalojnë vetëm atëherë kur Serbia do të ndryshojë qasjen hegemoniste në raport me fqinjt, kur Serbia do të përcaktohet për orientimin e saj strategjik, sepse Serbia fatkeqësisht sot nuk them që nuk është e përcaktuar, por është e përcaktuar ndryshe nga që përcaktohemi ne, pra mbon lidhje dhe mbështetje te Rusia dhe njëkohësisht me dy lugë. Po, me dy lugë, synon që të përfitoj nga Bashkimi Evropian. Unë vlerësoj që një ndër, mund të themi, mënyrat më të mira për stabilitet afatgjatë në Ballkan është nëse bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht Evropa dhe SBA-t, e rrisin presionin diplomatik të paktën ndaj Serbisë për të përcaktuar për orientimin e saj. Faleminderit. Zoti Maqedonci, sa është sot reale dhe a është duket më e afërt perspektiva e antarësimit të Kosovës në NATO, edhe brenda këtij mandati ndoshta? Po, besoj që ndryshimet në ambientin strategjik të sigurisë, pra në ndryshimet në ambientin global të sigurisë, ndryshimet, mund të themi, në pozicionin e SBA-ve në raport me NATO-n, po dhe të vetë NATO-s, po dhe kërcënimeve që sot ka bota nga akterë të ndryshëm, mundësit janë ndoshta shumë të mëdha se që kanë qenë më herët. Veçanërisht jemi dëshmitar që vitin e kaluar në dhjetor, një pikë në ligjin e mbrojtjes së miratuar nga Kongresi Amerikan dhe SBA-t, pra në përgjithësi, adreson edhe çështjen e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në NATO, dhe dihet që vetëm 2 vende të Ballkanit Perëndimor aktualisht nuk janë në NATO, Kosova dhe Bosnia dhe Hercegovina. Përderisa Serbia jo vetëm që nuk ka shosh interesim të jetë pjesë e NATO-s, por është deklaruar edhe kundër antarësimit në NATO. Pra, në aspektin, mund të themi, strategjik edhe global, ka ndryshuar pozicioni shumë vendeve në raport me antarësimin e Kosovës në NATO,
E kemi gjithashtu edhe Mbretërinë e Bashkuar dhe shumë vende të Bashkimit Evropian që në diskutimet që kemi me ta kanë theksuar rëndësinë e angazhimit të Kosovës si pjesë, mund të themi, e NATO-s. Ne tani më kemi dëshmuar. Çfarë përbëni si Ministri e Mbrojtjes për ta kapur këtë momentum që po e përmendi? Normalisht që ne kemi bërë shumë hapa dhe po bëjmë shumë hapa. A ka shumë dinamizim, në strategji të reta, themi? Çka mund të them që ne kemi përgatitur, pra kemi shtruar rrugën për anëtarësim në NATO për faktin që Forca e Sigurisë Kosovës edhe Ministria e Mbrojtjes në këtë rast është duke u zhvilluar në përputhje me standardet e NATO-s. Ajo është e saktë. Pra kemi gjitha pajisjet, sistemet e armatimit dhe çka do që blihet për nevojat e ushtrisë së Kosovës blihet sipas standardet të NATO-s dhe vetëm nga vendet e NATO-s. Gjithashtu ne në të gjitha diskutimet që kemi me partnerët tonë ngrisim çështjen e anëtarësimit të Kosovës në NATO si një prioritet dhe një objektiv i yni. Dhe e kemi gjithashtu të adresuar në shumë marrëveshje këtë çështje, për shembull në marrëveshjen me Mbretërinë e Bashkuar, cilën ne kemi nënshkruar gjatë vitit 2024 si Ministri e Mbrojtjes me Ministrinë e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar, një ndër pikat që theksohet në marrëveshje, merr edhe zotim, pra zotohet që të mbështesë anëtarësimin e Kosovës në NATO, njëjtë është me Republikën e Turqisë, me Shtetet e Bashkuara dhe me shumë vende. Po flas për këtë momentumin politik të ri të krijuar, si do ta kapim? Ne besoj që duhet ta intensifikojmë aspektin diplomatik në këtë aspekt, për shkak që mund të them lirisht që Forca e Sigurisë Kosovës sot është e gatshme që të kontribuojë me kapacitetet e saj ushtarake në NATO. Ministria e Mbrojtjes i ka marrë gjitha hapat dhe i ka gjitha, mund të themi, ato planet e programet në vend cilat janë kompatibile me NATO-n. Normalisht që çka mbetet vlerësoj që është bindja e vendeve mosnjuse për të mbështetur ose të paktën për të mos penguar anëtarësimin e Republikës së Kosovës në NATO. Ne do të vazhdojmë këto përpjekje, do të intensifikojmë këto përpjekje. Momentumi është krijuar edhe për faktin që ne tani më jemi duke dëshmuar çdo ditë më tepër që jemi vend i përkushtuar për të qenë pjesë e NATO-s, sa i përket investimeve në fushën e mbrojtjes, aspektit e buxhetit, pra dhe investimeve qeveritare për mbrojtjen, gjithashtu edhe të kontributit të vetë Forcës së Sigurisë së Kosovës në operacionet të NATO-s, duke qenë më herët e thash pjesë e grupit të kontaktit për Ukrainën, duke qenë pjesë e shumë aktiviteteve që vendet e NATO-s bëjnë në përbot, ne po dëshmojmë që po shndrohemi në eksportues të sigurisë dhe kjo është me të vërtetë domethënës në afrimin me NATO. Ne kemi një vlerësim të jashtëzakonshëm prej krejt partnerëve për zhvillimet tona që po i bëjmë brenda. Pra, unë mendoj që me një sinkronizim më të mirë gjatë këtij mandati të aspektit diplomatik me këtë aspektin ushtarak, ne do të krijojmë mundësi që anëtarësimi në NATO të ndodhë më shpejt ndoshta se që është menduar më herët. Këto tensionet politike kanë qenë, thojza tensionet, mos pajtimit politike që kanë qenë viteve të kaluara hapa sopi. Ka pak pasojë edhe në aspektin e sigurisë. Njëri ishte defenderi, ja anuluar, pastaj u therrëm. A kanë ndryshuar cilësinë e bashkëpunimit ushtarak me aleatë strategjik apo jo? Në fakt, këto vite të fundit ne kemi një rritje të bashkëpunimit ushtarak, kemi rritje të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Për herë të parë kemi blerje të niveleve të mëdha, mund të themi, blerje strategjike me vendet e NATO-s, veçanërisht me SBA-n, por edhe me Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Italinë dhe Republikën e Turqisë. Kemi arrit të nënshkruajmë shumë marrëveshje të bashkëpunimit gjatë kësaj periudhe. Kemi marrë pjesë në shumë aktivitete dhe vazhdojmë të marrim pjesë në aktivitete të përbashkëta edhe me vendet e regjionit. Kemi intensifikuar bashkëpunimin. Kemi sfundi gjatë vitit të kaluar, pra në mars është nënshkruar marrëveshja trilaterale, deklarata e përbashkët mes Kosovës, Kroacisë dhe Shqipërisë për thëllim bashkëpunimi, ku edhe aty adresohet që dy vendet do të mbështesin anëtarësimin e Kosovës në NATO, pra do të sinkronizohen së bashku për të mbështetur Kosovën për anëtarësim në NATO. Pra mund të them që kemi një rritje të jashtëzakonshme të bashkëpunimit këto vitet e fundit dhe unë kam qenë dëshmitari shumë takimeve kur kemi qenë edhe me kryeministrin, por edhe kur kanë qenë takime bilaterale të mia me homologët e mi, që me të vërtetë ka një vullnet të jashtëzakonshëm
për mbështetjen e Kosovës drejt antarësimit në NATO, po dhe bashkëpunimit bilateral, sepse për ne, përveç angazhimeve multilaterale, si që është NATO, O5 dhe angazhime tjera në iniciativat të ndryshme regionale, mbetet jetike gjithashtu edhe mirëmbajtja dhe thellimi i bashkëpunimeve bilaterale. Dhe me SHBA kemi pas jashtëzakonisht shumë aktivitetet përbashkëta në këtë kohë. Komandanti i Forcës së Sigurisë Kosovës ka nënshkruar gjatë vitit të kaluar një plan 3 vjeçar me Gardën Kombëtare të Ajovës. Mendojmë që gjatë këtij viti do të nënshkruajmë një marrëveshje ushtarake me SHBA-t, por edhe mund të themi aktivitete tjera të përbashkëta, e nuk do ta leja pa përmendur këto një marrëveshje kornizë të mbrojtjes që kemi me Turqinë dhe që ka adresuar shumë fushat bashkëpunimit. Kur do të është ky shndrimi i FSK-s në një ushtri standarde të NATO-s ka qenë një proces. Kur përfundon ky proces dhe kur do të kemi, si më thon, forcat e armatosa do të kenë kapacitet plot operacional? Normalisht ne po zhvillojmë ushtrinë bazuar në një plan që quhet plani gjithëpërfshirës së tranzicionit, plan 10 vjeçar që pritet të përfundojë në vitin 2028, si rezultat i mbështetjes së jashtëzakonshme që kemi pasur nga kryeministri dhe qeveria me buxhet, por edhe mbështetjes administrative, sepse nuk është vetëm kjo mbështetja buxhetore, por është edhe mbështetja administrative me shumë lehtësime, me shumë mundësi që na ka krijuar qeveria për të rritur forcën, por edhe punës së palodhshme edhe profesionale edhe të komandantit të FSK-s, general Jasharit, edhe shtabit përgjithshëm dhe të gjitha njësive të FSK-s, ne kemi arritur të përmbushim shumë objektiva që kanë qenë të planifikuara ndoshta për 2 vjeçarin e ardhshëm, edhe ti kemi në vend qysh tani. Kemi arritur që të sigurojmë sistemet e armatimit që janë përtej planit të gjithëpërfshirës të tranzicionit, pra sot kemi lloj-llojshmëri armësh, kemi shumë lloje të armëve të cilat fare nuk kanë qenë të planifikuar në plan të gjithëpërfshirës të tranzicionit, por kemi arritur të sigurojmë për shkak të mbështetjes buxhetore që kemi pas, por edhe për shkak të analizës që kemi bërë për ndryshime teknologjike, pra për nevojën për sisteme të reja si janë dronet për shembull. Një skenar hipotetik. Pra një akforit dhe reduktor ndjeshëm. Sa është Kosova sot e aftë dhe përgatitur për të mbrojtjet pavarur territoriale, edhe në krahasim me të kaluar dhe çka duhet bëj shpejt për të qenë më shumë e përgatitur? Unë vlerësoj që nuk mund ta bëjmë as krahasim me të kaluarën, tani jemi në pozicion jashtëzakonisht më të favorshëm. Se kaluar një vit 2 përpara është 3. Si të armët, si të trajnimet, si të personeli, pra kemi në nivel jashtëzakonisht të kënaqshëm të përgatitjes dhe furnizimit me armatime që nënkupton edhe operacionaliteti të FSK-s për të mbrojtur vendet. Pra jemi në gjendje shumë të mirë, unë vlerësoj që çdo ditë e më shumë ne po ja bëjmë më të kushtueshëm gjithkujt që synon që të cënoj sigurinë tonë, si në aspektin njerëzor, ashtu edhe në aspektin financiar që të realizojë atë qëllim. Pra zhvillimi jonë po bëhet në mënyrë të vrodhshme, në mënyrë të shpejtë, dhe unë besoj që edhe vullneti, edhe gatishmëria e çdo pjesëtari të FSK-s, duke ndërthurur me pajisjen dhe sistemet që i kemi siguruar, do ta bëjnë Kosovën dhe po e bëjnë të mbrojtur dhe të fuqishëm, mjaftueshëm për të mbrojtur nga çdo agresion. Sa është bërë dhe sa do të bëhet në rritjen e vullnetit të atyre që janë më të rëndësishëm në këtë pjesë, ushtarëve? Është raportuar për largimin e ushtarëve nga vendi, është një shqetësim shtesat që ta thojnë ushtarët ku të shosh. Si do të zgjidhni këto çështje? Sepse si do t'i motivoni mjaftueshëm ose më shumë ata që janë kryesorët në ushtri? Normalisht ne kemi pasur disa prioritete gjatë mandatit të kaluar të qeverisë, siç do t'i kemi edhe gjatë këtij mandatit të qeverisë. Pikëspori ka qenë prioritet që FSK-n ta bëjmë një ushtri, dhe për të bërë një ushtri, normalisht e nevojshme ka qenë pikëspori që të kemi armë, që të kemi sistemet armatimit, automjete edhe mund të themi pajisje tjera ushtarake, mirë po edhe që të kemi objekte të përshtatshme për të funksionuar si ushtri dhe normalisht edhe baza të tjera, sepse çka nuk theksojmë shpesh është edhe fakti që përveç investimeve në blerjen e armatimit, që janë shumë fish më të larta se më herët, por edhe që kalojnë shifrën 450 milion, ne bëjmë edhe investime tjera
si në infrastrukturë, depo, poligone trajnimit, por edhe në rregullimin e bozave të reja, cilat i kemi marrë kohët e fundit. Krahas tyre, normalisht që kemi punuar dhe për mirëqenien. Unë e vlerësoj që ne do të punojmë vazhdimsi për mirëqenien e ushtarakëve tonë. Ne kemi ngrit pagat gjatë viteve të kaluara, sot një ushtar i Forcës së Sigurisë Kosovës, pra paga më ulët në Forcën e Sigurisë së Kosovës është 620 euro. Pse po largohen ushtarët? Kurse më e larta shkon deri në 2000 euro. Ne pastaj kemi edhe investime që kemi bërë në aspektin e lehtësimit të jetës së ushtarakëve tonë. Për herë të parë kemi zgjidhur në plotësi çështjen e transportit, që më herët ka qenë më së miri e mundshme pjesërisht e zgjidhur kjo çështje. Kemi zgjidhur çështjen e ushqimit, sot e kemi ushqimin shumë më kualitativ se që kemi pasur më herët dhe më pak të kushtueshëm për buxhetin e Kosovës, mirë po të aspekti pajisjev, personale, të aspekti i, mund të themi, uniformave, edhe pajisjev tjera sportive, kemi bërë punë të jashtëzakonshme. Më herët është punuar normalisht edhe në aspektin e mirëqenies pas përfundimit të shërbimit. Sot pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës, kur pensionohen, marrin 60% të pagës aktuale gjatë, mund të themi, periudhës sa janë në pension. Unë, për shembull, në shtesa çu do ne mia bo, se po mpyesin ushtarët, ka posishta. 2-3 çështje që kanë mbetur të zgjidhur është çështja e shtesave dhe kujdestarive. Normalisht këto janë të përcaktuara me ligj. Ne do të mundohemi që gjatë këtij mandati qeverisë, veçanërisht gjatë këtyre muajve të parë, të adresojmë këtë çështje. Unë thash, ka pas investime, edhe në aspektin e armatimit, edhe në aspektin e pajisjeve, mirë po ka edhe kujdes tonë për mirëqenien e pjesëtarëve. Normalisht që ne do të kemi parasysh që buxheti, megjithatë buxheti i Republikës së Kosovës është një buxhet i kufizuar, nuk është buxhet që mund të alokojmë të tërin ose në shumicën e tij në mbrojtje, mirë po ne do të shikojmë të gjejmë mundësi që ta adresojmë këtë çështjen e shtesave, siç kemi adresuar shumë çështje. Unë e theksova me qëllim çështjen e pensionimit. Ne jemi vetëm një institucion që pas moshës 50 dhe 55 vjeçare pjesëtarët tonë marrin 60% pagës. Dhe unë që kam qenë pjesëtar aktiv, kur të mbush moshën e pensionimit, marr për afërsisht 900 euro pension. Zoti Ministre, po shkojmë shpejt te armatimi dhe buxheti. Në kontekstin e tensioneve globale që posaçërisht pas luftës në Ukrainë dhe tjerave, shumë shtete kanë nisur me ritëm ndjeshëm e investime në mbrojtje, edhe shtetet fuqishme, jo vetëm shtetet të vogla. Kosova po ashtu ka një rritje të buxhetit, po është ky ritëm aktual i rritjes buxhetit në Kosovë mjaftueshëm? Normalisht që si ministri i mbrojtjes për mua është shumë e nevojshme që buxheti të jetë edhe më i madh, siç është prezantuar. Është prezantuar disa herë nga kryeministri fakti që 1 miliard, mbi 1 miliard euro do të shpenzohen për mbrojtjen, pra për ushtrinë e Kosovës. Unë vlerësoj që ne do të kemi ndoshta nevojë edhe më shumë se kaq, duke pas parasysh zhvillimet që po ndodhin në aspektin global. Mirë po gjithashtu besoj që siç ka qenë deri më tani nuk do të mungojë mbështetja e qeverisë së Kosovës për mbrojtjen, sepse çka mund të them është që asnjë kërkesë për blerje të ndonjë sistemi të armatimit apo investim në ushtri që është, mund të themi, artikuluar dhe që është përshkruar mirë, nuk është refuzuar nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës. Sa herë kemi kërkuar buxhet shtesë, sepse përveç rritjes së buxhetit ne kemi pas vazhdimsi dhe buxhet shtesë, na është aprovuar nga qeveria dhe jam i bindur që duke pas parasysh që slogani ynë ka qenë siguri dhe begati, do të vazhdojnë edhe më tej investimet në siguri, sepse siguria është një element thelbësor për zhvillimin e tërësishëm të vendit. Unë besoj që përveç kësaj ne kemi edhe mbështetje me donacione, sepse çka ndihmon zhvillimin tonë nuk është vetëm investimi ynë, po është edhe mbështetje me donacione. Kemi pas shumë automjete taktike të blinduara, të pranuara nga SBA-t, për cilat kemi paguar vetëm transportin e tyre, kurse automjeti ka qenë falas, po ashtu nga Gjermania, vazhdojmë të kemi nga Turqia mbështetje, por nga vende tjera që po e bëjnë për ditë më shumë forcën tonë të furnizuar mirë me sistemet armatime. Një pyetje, ta themi kështu,
ta shumë naive nga një personi që nuk është njës në detaje i fushës sigurisë e të ushtrisë. A ka një fush, një sistem ushtarak që mund ta blejmë, ta huazojmë, ta ndërtojmë, i cili do të kishte atë efektin magjik në rritjen e aftësive mbrojtëse të Kosovës. Dhe çka mund të jetë një diçka? Ne vetëm jemi duke bërë këtë. Gjatë vitit kaluar në dhjetor kemi nënshkruar një kontratë me kompaninë e mirënjohur amerikane EM General për blerjen e artillerisë fushore, lëvizëse. Jemi vendi vetëm jashtë Shteteve të Bashkuara që ka siguruar këtë sistem artillerie, që për dallim prej artillerisë, mund të themi konvencionale, që përdoret jo vetëm në vendet e rajonit, por edhe në Evropë, ky sistem është i lëvizshëm, pra është në automjet dhe i mundson njësive që të lëvizin nga një pozicion në tjetrin, gjë që nuk ka qenë më parë. Pra shumica e sistemeve të artillerisë kanë qenë, mund të themi, statike, janë vendos, është shtën nga ato, kurse në këtë rast ne kemi siguruar një sistem mobil të artillerisë, sistem i cili është dizajnuar në vitin 2021 në SBA dhe tani më është pjesë e inventarit të SBA-ve dhe Kosovës. Gjithashtu, çka kemi bërë revolucion dhe që vlerësoj që në aspektin teknologjik e kam fjalën për ushtrinë e Kosovës, është fokusimi ynë të dronët. Sot kemi 3 lloje të dronëve, dronët Bayraktar që janë edhe dron luftarak, pra dron sulmues, edhe dron vëzhgues, dronët Puma nga SBA-ja që janë dron vëzhgues dhe dronët Skydagger që janë dron kamikaz. Pra shpesh dominimin nuk e kemi konsideruar më herët duke ju referuar këtyne sistemeve të fluturake pa pilot, mirë po gjatë 2 viteve, 3 viteve të fundit ne kemi bërë punë të jashtëzakonshme që këtë aset ta shfrytëzojmë, sepse kosti është më i lirë, kurse dëmi që mund të shkaktosh forcave kundërshtare është shumë i madh. Ministër, e di që kjo fushë është e gjatë dhe do të na duhet ndoshta shumë kohë për biseduar, por kaq kam hapësirën, unë të falenderoj shumë që na keni pritë dhe Faleminderit për te. Uroj të ne shkojmë bar juve, po dhe ushtrisë Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit.